Kreu Isa Mustafa u takua dhe bisedoi nga afër me anëtarë e simpatizantë të këtij subjekti politik në Gjakov. Ai shoqëruar edhe nga anëtar të kryesisë e deputet u foli të pranishmëve për përgatitjen që po i bëjnë për zgjedhjet që pritet të mbahen si vjet. Do jam shumë i bindur që ju në Gjakov, edhe si veprimtar të DK-s, edhe si qytetar të Gjakovës, edhe si tri, edhe si tre, edhe si prim, nuk e keni asnjë shqetësim më të madh se sa shqetësimin e punësimit, të papunësisë, të problemeve sociale, cilat ne nuk mund t'i zgjidhim ndryshe përmes zhvillimit ekonomik. Ne konsiderojmë se këto probleme nuk zgjidhen me ndihma, nuk zgjidhen me subvencione, nuk zgjidhen me premtime të rritjes pagave. Gjithë ne dëshirojmë që pagat të jenë më të mëdha, por ato nuk e zgjidhin problemin e gjithë qytetarëve, sepse ne kemi një 80.000 punësuar në sektorin publik. Nëse 80.000 e rrisin pagat, atëherë na mesin edhe një 1 milion tjerë që ose në pa punë, ose në pa paga, ose kanë paga tulta. Nga ana tjetër, kryetari degës së LDK-s në Gjakov, Luan Gola, kujtoi se si deg kanë filluar takimet me nëndegët nëpër Gjakov. Ne kemi filluar një vazhdim të takimeve në lidhje demokratike dhe këto takime do të thotë janë nisur prej kryesisë shtetërore dhe gjithë anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm janë duke na përcjellë në këto takime nëpër nëndeg e lidhjes demokratike nëpër secilën deg. Lidhja demokratike duke e parë situatën në cilën gjendet sot vendi ynë, ka dalë me program, me platformë zgjedhore për zgjedhjet nacionale. Në këtë takim u shpalos edhe platforma këtij subjekti politik, të cilin e bëri eksperti ekonomist Abdullah Hoti. Ne mendojmë që ky model i qeverisjes nuk është i qëndrueshëm, nuk siguron zhvillim afatgjat. E përmendi kryetari, ne kemi ra prej rreth 15.000 vende pune që janë krijuar vitin 2009-2010, në jo më shumë se 6.000 vende të reja pune gjatë vitit, të cilat edhe ashtu nuk e dim a janë të qëndrueshme apo jo. Pra as zgjasin më shumë se 3-4 muaj, 6 muaj, apo mbyllen gjatë kësaj periudhe. Në këtë takim me strukturat të nëndegëve të LDK-s në Gjakov, u zhvillua një bashkëbisedim informues për zgjedhjet e ardhshme.